Për shkak të motit të nxehtë, është rritur ndjeshëm numri i personave që kërkojnë ndihmë nga shërbimi i mjekësisë emergjente. Nga ky institucion thonë se regjistrohen më shumë se 200 thirrje në ditë, të cilat kryesisht i referohen ndërhyrjeve në vende publike për shkak të shembjeve ose në kushte shtëpiake për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të qytetarëve. Daniel Georgievski nga shërbimi i mjekësisë emergjente Shkup thotë se ka më shumë thirrje me simptoma të përzierave, të vjellave, mbi nxehjes së trupit, goditjes nga nxehtësia dhe shumë shpesh arrinët të ndihmojnë qytetarët me këshilla. Për shkak të motit të nxehtë, Georgievski thotë se personat me sëmundje kronike mund të përjetojnë probleme kardiake, atak në zemër, goditje në tru, si dhe luhatje të presionit të gjakut. Nëse pas ekspozimit të zgjatur në diell ndjen simptomat të marramendjes, të përzierave ose dobësisë, duhet të hyjnë në dhomë ajër të kondicionuar dhe të konsumojnë më shumë lëngje. Ndërkaq, për shkak të temperaturave të paralajmëruara të larta deri më 7 gusht, Instituti për Shëndet Publik u apelon qytetarëve që t'i respektojnë rekomandimet për mbrojtje nga vala e të nxehtit, posaçërisht në periudhën prej orës 11 deri në ora 17, kur rreziku nga ekspozimi në diell është i madh. Kur trupi ka probleme me balancimin e temperaturës, kjo mund të çojë në një ndjenjë dobësi, gojë të thatë, marramendje, dërsite të tepërt, lëkurë të thatë, dhimbje barku. Gjatë përkeqësimit të saj të quajturës, goditje nga dielli mund të shfaqen edhe simptomat e mëponshme, ndërprerje djersitjes, lëkurë jashtëzakonisht e nxehtë, marramendje, vështirësi në frymëmarrje, të fikët dhe madje edhe vdekje. Nga instituti theksojnë se grupet e cënueshme të popullatës janë personat mbi 60 vjeç, gratë shtatzëna, fëmijët, personat socialisht të cënueshëm, punëtorët në natyrë, si dhe personat me sëmundje kronike, si sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e mushkërive dhe veshkave, diabeti, sëmundjet mendore, obeziteti dhe personat nën terapi që rrit urinimin, diuretik, disa ilaçe për epilepsin, sëmundja e Parkinsonit dhe të tjera.